Përshëndetje, në këtë episod kam të ftuar një artist që në fakt I ka marrë të gjithë titujt. Shumë të merituar, titulli më I fundit, Deri I kombit. Në fakt është kënaqësi për mua që të kem në intervistë sot në këtë episod një këngëtar që prej dekadash ka gëzuar gjithë shqiptarët kudo anë mban botës, e pëlqen çdo brez, pra që tek fëmijët, tek mosha mesatare, tek të vjetrit, është në udhëtime gjithandej, koncerte pafund, në diasporë më shumë. Kënaqësi të kem sot në këtë episod Bujar Qamili, Deri I kombit. Miku im, po të them miku im sepse në fakt jemi miq për shumë vitesh. Edhe unë kështu të dëshiroja ta filloja bisedën Gazi. Mua vjen mirë, po jam jashtëzakonisht I kënaqur sikur asnjëherë tjetër që jap një intervistë për juve, personalisht, për ty Gazi, një respekt jashtëzakonisht I madh edhe si njeriu si gazetar, sepse një fëmijë edhe prej vitesh, sepse ti ke një merit që se kanë thom unë, shumë gazetarë të tjerë, ti ke një afrimitet. Edhe interesohesh shumë për koncertet e këngëtarëve, të paktën për mua. Edhe kështu që kam nerin që kam marrë sot të jam një intervistë në podcastin tanë. Dhe them që do të kesh, me të vërtet, do të kesh suksese në këtë drejtim. Shumë faleminderit. Më emocionove me fjalët. Do të jemi sinqert në të gjitha pyetjet që do të mbash, edhe besoj se do kalojmë një intervistë jashtëzakonisht bukur. Unë e vlerësoj shumë edhe ardhjen tuaj në këtë episod. Në fakt duhet ta them që ke ardhur nga një udhëtim nga Italia. Sapo ke ardhur, nuk ke shumë që ke ardhur dhe gjetë momentin për të qenë I ftuar në këtë episod dhe e vlerësoj shumë këtë mundim tuaj sepse nga ngarkesa që ke e koncerteve kuptohet, pra nuk është e lehtë që përballosh gjitha gjërat. Për Gazin nuk ka mundim, është vetëm kënaqësi. Unë nisa në fillim thash, I ke marrë të gjithë titujt. Titulli I fundit Deri I kombit. Në fakt jenë nga të vetmit artist, këngëtar të këngës popullore që gëzon këtë titull, më së të merituar. Çfarë ka ndryshuar tek Bujari pas marrjes së këtij titulli? Unë të them të drejtën, kam kënaqësinë jashtëzakonisht të madhe shpirtërore që mora këtë titull që është një nga titujt më të lartë të presidencës, edhe titulli më I lartë që mund të vlerësohet një artist. Titull faktikisht që në brezin tim të këngëtarëve nuk ekziston. Prandaj jam shumë krenar për te, sepse e kam marrë në një moshë relativisht të re, edhe po e gëzoj, se shumë herë, sidomos tu në vendin tonë, titujt, sidomos ky lloj titullit, jepet gjithmonë mas vdekjes, kur nuk të duhet gjë absolutisht. Nëse tash unë kam disa vite që e kam marrë, po e gëzoj dhe për këtë jam shumë mirënjohës, tepër mirënjohës e Këshillit Bashkiak, Shkodër, Qarkut Shkodër, shoqatës dashamirët e këngës shkodrane në Shkodër dhe në fund të fundit ish presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta, I cili me kënaqësinë më të madhe e firmos. Por besoj që titulli Deri I kombit është titulli më I lartë, patjetër, por që çdo titull ka vlerën e vet. Pra ti ke marrë dhe titull të tjerë dhe në kohën e duhur, kështu që vlerësimet kanë qenë për Bujarin, për kontributin e dhënë në muzikën popullore, por edhe për zërin unik që ti në fakt e ke dhe kjo ka bërë që ti jesh kaq I suksesshëm ndoshta edhe për publikun. Faktikisht Gazi për herë të parë kur unë jam dekoruar, ka qenë një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe sepse kam marrë titullin Naim Frashëri I art. Urdhër, pa. Urdhër Naim Frashëri I art dhe këtë më ka dhënë I nderumi Zoti Recep Mejdani, I cili më dha titullin urdhërin e këngëtarit Naim Frashëri I art. Me pas presidenca ka pas disa rregulla që duhet të kalosh 5 vite, nëse ke pas aktivitet edhe prap Këshilli I Qarkut Shkodër bën propozimin, mund të marrësh tjetër. Pastaj titulli tjetër ka qenë mjeshtër I madh.
E ka marrë titullin mjeshtër i madh në mjeshtër se mëllaj të fillimit. Nga atëherë sa po kishte fillu të firmoste zoti i nderuar me respekt për mikun tem, Bamir Topi. Dhe i treti është, siç e thash më përpara, deri kombit, po kjo ka pas një emocion, faktikisht të jemi sinqert me ty edhe me publikun që na ndjek, ka pas një emocion krejt tjetër, unë isha në makina ditë faktikisht, edhe po bën telefoni, shok, numërit pa njoftën. Përshëndetje, tha zoti Shamili, përshëndetje, thash, ishi za femër, kështu, i lezetshëm, shumë komunikues. Unë tha, jam tha, zotan se ai presidentës, tha, dhe zoti president, tha, zoti Ilir Meta, tha, sa po firmosi, tha, titullin për ju, tha, titullin e lartë për ju, tha, nderi kombit. Kështu tha që pas datës kaq e kaq, tha, do vini me një 15 vetë, ta merri, tha, në presidencë. E ishte kënaqësi e madhe në presidencë. Çfarë ndjeve në ato momente kur morë telefonatën? Kam nalë makinën. Që nuk e dije pse. Ja, kam nalë makinën, në tash kur e kujtoj, më rrotë qethi trupi. Kam nalë makinën, kanë shku pak lot, nuk di me të rrejt, po të tregoj drejten, se tash në fillim do të jem sinqert. Edhe kam menduar për një moment që unë, Bujar Shamili, mas 26 viteve në skenë, duke i dhanë këtij populli, duke i dhanë Shkodrës, duke i vu një gurë në themelet asaj kala, etjer, u radhita thash të Tinka Kurti, të Vaçe Zela, të Kadri Roshi, të këtë cilët vetëm të ishin atëherë, Reshat Arbana, mund të ketë edhe tjerë tash nuk i kujtoj. Po këto emrat e njohur të artit skenik dhe. Por këngëtar nuk kisha një gjumë herë përveç Vaçe Zelës. E kështu që ishte një satisfaksion dhe kënaqësi e madhe. Nuk imagjinoje tash ti gjithë këtë art, gjithë këtë kulturë, gjithë të këngëtar, sa kanë dalin etjer. Unë gëzohem, vazhdoj më gëzu, se vazhdoj them, Allah jam i vetmi. A ka ndryshuar diçka në karrierën tuaj? Patjetër, është për dispozicion shumë i madh ky, nuk ka çfarë vogël ka. Sepse ndryshon shumë gjana, ndryshon në familje, ndryshon në shoqëni, ndryshon në miqësi, ndryshon në repertor këngësh, ndryshon në koncerte recitale. Dhe me thonë tash i jeti dikush tjetër, ta kanë këtë parasysh, i jeti dikush tjetër. Edhe kështu që edhe çdo gjë që ti e ban tash, sidomos në skenë, kuptohet apo çdo gjë që ti i jep skenës, tash ti nuk e jep më si një Bujar Shamili viteve 80-84, po ja jep si një këngëtar i mirë fillt në të gjitha gjërat. Bujar, mban rekordet për recitale. Në fakt, unë e di numrin 7, sepse gjithmonë kam qenë i ftuar dhe të falenderoj për ftesat, për mua dhe për miqtë e mi, je kujtuar gjithmonë dhe kjo është diçka shumë pozitive një artist që kujtohet edhe për miqt, por që sot nuk është e të bësh recitale, të ke arritur të bësh recitale, por që të realizosh recitale cilësore dhe që të jenë të mbushura sallat, si Pallati i Kongreseve. Gazi, ne po lam koncertet që janë bën në qytetin e Shkodrës, 3, po marr 4 që janë bën në Pallat Kongreseve. Domthon 4 në Pallat Kongreseve. 4 Pallat Kongreseve. Tash ti nuk mund ta imagjinosh se sa e vështirë është për një këngëtar, si puna jeme, të realizosh një koncert recital me të gjithë forcat e tuja. Nuk e pasur mbështetje financiare? Po të Bujari, me gjithë forcat e tuja. Por duke pas parasysh se kush është Bujari, se sa e dojnë Bujarin, sa e respektojnë Bujarin, unë kam ngërësit faktikisht pa dasht me të rejt, unë kam ngërësit nder, kam ngërësit e Gazi, kam ngërësit e Xeni, kam ngërësit e tjetëri. Personalisht vetë? Personalisht vetë. Apo i kam thënë, duhem parë recital, duhem një mu. Pa tjetër, pam në dorë, tjetër, tang tjetër, pam tjetër. Do shta kjo ishte mënyra më e mirë? Kjo ishte mënyra? Të dërgohet i këtë tjetër si menaxher apo? Ja, mund dërgohesh i këtë tjetër. Po është e shprehja e bukur popullore që thonë fytyra në hen. Aha, okay. A kuptat. Se unë për shembull, nëse do të dishit ti, që ti je biznesmen, ke pallate, ke gjana të vetë, ti je mik i jemi. Gazi ka marrë. Çfarë Bujar? Po përgatis koncert recital në Tiranë, Pallat Kongreseve. Po çka ke nevojë për mua? Unë paguaj sallën. Po. Sallën e ke për me etik. Një nga zërat e prevent. Sallën e ke për me, thirrë sekretarin aty, komunikoni me Pallatin e Kongreseve, salla me datën kaq, ashtë xhanën, çoj pagesën, apo një tjetër. Pastaj kam pas shansin tjetër 2300 bileta
2300 bileta, unë mund të kem hekall për të 12 ditë. A kupton? Në Tiranë. Nuk kam fik telefonit një javë përpara. Edhe në fakt ka pas edhe kanë edhe nga Shkodra shumë. Shkodra, po të mund nga Shkodra kanë qenë 1200 vetë. 1200 vetë kanë 1000 vetë kanë në Tiranë. 1200 kanë nga Shkodra. Ma zhjurojnë ditës. Ujarë, unë kam vënë re në fakt edhe në recitale, po edhe në koncerte tjera, që ke njëftuar, kujtoj edhe dy koncerte që kanë bërë në festivalet, ku more çmimin e publikut 2004. Po, more çmimin e publikut, po. Ti je unik për ngjitjen me publikun. Pra ti e lëshon skenën ose e merr skenën me vete për ta çuar në publik. Dhe këtë e bën për të qenë sa më afër publikut. Kjo është një veçanti e juaj që është vënë edhe nga të tjerë. Domethënë nuk ka këngëtar që mund dhe pra don që takohesh, që të takohesh për shëndetjen e publikut. Unë këngën popullore, vokalin tem, qenjën teme si bujar, unë kam shumë dëshirë me shkri me publikun. Edhe kur thëmë du me shkri me publikun, kam qef që jetë këngë, kur ta këndoj, të ulem poshtë, të ta komunikoj me të këndoj, të jek mikrofonin, sepse kjo është këngëtari popullor. A kupton, nuk jena këngëtar lirik, që do të dalim të përpara, do të na ik pjesa akti operës. A kupton. Na jena këngëtar popullor, që thonë këngëtar popullor. Ne na don tjera kështu të sinqertë, na don gjithë publiku. Kudo që kalojmë, në rrugë, në lokal, në restorant, në hotele, në avion, hallë pa ba fotografia me Milet s'ke. Është e vështirë t'jesh në të famë që ke ti, domethënë, ndjen ndoshta vështirësi sikleta, po nuk e di, domethënë ka ato momente emocionale, kur ishim shumë vite më përpara, bëhet fjalë ndoshta përpara 20 vitesh, 25 vitesh, ose në kohën e, si ka me të kohën e Partisë Punës, kur jepnim koncertet e estradës, në teatr, unë kisha sukses. Edhe kur marrosha koncertin, delësha vrap, delësha nga dera, nga publiku, ku delë publiku nga dera që me mpa. Kisha qef me mpa. Nësa tashi gjanat kanë ndrru shumë, nuk ka se unë mërzitëm nga publiku. Aja është knatësia ma e madhe jeme, se unë saj tati jam këtu. A kupton. Edhe ne nuk e kena problem absolutisht. Edhe kur kena koncerte me ka 700 vetë, 800 vetë, 1000 vetë, që vjen behen rresht kush e di se deri ku vetëm me ba fotografia. E kështu që nuk jenë problem, jena mësu me këta punë. Koncertet tuaja janë, unë thashtë, në diaspor shumica, Itali, Gjethambin, kudo ku ka shqiptarë për botë, për në i përqyrë, sepse të duan të gjënë zërin dhe lajt të jesh prezent. Ku je ndjerë më mirë? Domethënë po të pyes ndoshta në cilin shtet, vend, domethënë që ndoshta publiku më i zjarrt që të ka pritur. Tash publiku më i zjarrt është faktikisht është në Shqipëri. Sepse ne kemi pa vedin në Pallat Kongreseve çfarë ba. E dim çfarë ba aty. Kupton? Ose koncerti që bana para 1 muaj të gjysmë, 2 muaj që e bana në Shesh. Në Shkodër e kishe me banë stadium, nuk u banë stadium, dhe e banë në Shesh para bashkisë, 10.000 vetë. Në fakt, unë më bëj pak çudi pse nuk është bërë stadium, se ti je një fan tifoz i çmend. Do të dalim ndoshta aty, do të dalim aty. Edhe banë koncertin e bana në Shesh. Edhe ka ishte 10.000 vetë, ma shumë se 10.000 vetë, ishte iniciative direkte kryetarit bashkisë, zotit Beci, të cilin e falenderoj shumë sinqerisht vetëm unë, për gjithë artistët shkodran, se qashtu baj për artin në Shkodër. Nuk kursen absolutisht asilek. Vetëm të ketë humor, të ketë këngë, të ketë gëzim, Shkodra e meriton, se e tillë është. Të e në tjallë të ti. Do të ndarësh pak tani tek, pra lidhim pak muzikën me futbollin. Bujari nuk është futbollist, po është një fan si vllaznis. Unë më mend në 2008 kam qelluar ku boja diçka për Rretërshen Kronik Sporti në Peqin, ka luajtur vllaznia me Shkumbinin. Dhe ku të pash stadium thash Bujar Qamile. Po. Unë e dija që fans, do të thonë, mbështetës i vllaznis, po mendoja që janë ndjekur në Shkodër, jo se shkodën në stadiume të tjera. Dhe kjo më bëri shumë, më la përshtypje të qanta. Tani, ja s'po të tregoj unë. Unë fillimisht nuk kam filluar si këngëtar. Okay. Unë kam qenë në shkollën sportive në Shkodër. Edhe kam dalë nga shkolla e mjeshtrisë sportive në Shkodër, klasën e 8, edhe kam shku për të futur në shkollën e mjeshtrisë sportive në Durrës, direkt. Kam shku atje dhe kam dhënë normat. Normat që ishin të topit, gjytja 25 metra me të majtën, 50 me të gjatën, në gjunglimet të top me krymë, në gjana etj. Edhe fitova.
E fitova. Edhe kur shkova në Shkodër, më thanë, nuk e fitu, do shkosh në shkollë. O, na, që thashat, sa mirë, për bukuri. Mi po sa kështë fillu dhe me këtu kështu, pak më shakete për shpijene, për kështë për kështu. Kur tu pa gati me shku në shkollë, më thoi mu jo, nuk ke me shku, se ti e një vjet më i vogël. Datë linja. Mera, më nërpre. Vazhdova servitin unë, prap. Vazhdova me tritë vllaznis, lushe me Zmijanin, i vogël më burë. 14 vjeç. Okej. 14 vjeç. Vazhdojshëm në futboll, mi po u shkosh edhe me kënu. Tu të shku me kënu, e qysh që u bashkë vetë djerës. Ma dhe thash ati që pa i latën futbollin këtë, po marrë në thëmë me të kënu. E vërë kënoshë në klub të rinis. E vendose vetë jo? Vendosa vetë. Vendosa në klub të rinis. Ka klub rinis. Ka kënë dikur atëherë, ku kënë dalë artistat më të mëllajt të tanë Shkodrës, pra aty kënë dalë. E di kam informacion. Edhe, unë i tuk nuk noshem aty, mi po më thojnë mu, të kërkon një njeri gëzim kruja. A u thëmë, shne gëzimi jo. Hajtë, unë të bëjarë të të dhe me hinë punë, të. Jo, më thëmë, unë jam shkollë. Jam shkollë, më thëmë. Hajtë më thëmë, jam, më thëmë, unë marru shkollën. Dhe se u laj ma bet, tu vazhdu punën, kur në 3 luan Borova. Më thëtë, pëse se në kënu në strati, më va? Qa kënu të në prinisë? Si kështë e pa e në koncert që. Më thëmën, që di me kënu në stratë, ma që në ti me shku, në shi, sa kam nga në 15 vjeç, aty s'kan lënë me kalu ka teatri, jo me him renun. Thamë, të në banë nushën, ma sanë së ma e, po në pra e ka, dhe zëli ham i lotë, në me ere. Unë 14 vjeç ma burën, 15 vjeç. Sodën të nejma. Po dhe ma shkajën aty e fudë, ma aty, ku si zëki të remën, fillaj të kënu, ka i kongë aty, që me kënu, ma thoshe tu. Më thëtë mu, thëtë, që e thëtë i kanë burë. Një, mu më ka përqy ta njetën për qëtë të një tërshana. Edhe shka e marrë një kongë të një tërshanës. Emitoje? Ja, apo e kongë të një tërshana. Tu ndën mi mozat, letë në dek, me buqeto. E ty ka kongë të njënit. E thonë, pak në i këtë, po mi me kënojnë, në të vit, fillë më mrapa vjen regjizori, mjeshtër i malë, miku jem, miku juj, miku i gjithë shqiptarve, në veçanti i shkodranve, Osman Mula. E përshëndesin shumë. Oso, babus, vllaznia kampion të mjetë. Edhe, Osmani me regjistru. Me regjistru programin. Regjistrohet programin, shkën në të shë atje dhe kur po del, ujë shës më të gjumi, ja vrësht, kur po del, kur po del. Doli koncerti, u la. Të nesër në ishte e dile, i kepshin të aparjetëm në strada. Të nesër në dile pushim, të hanen, unë të dalë, unë shkej në stradë, me taku luanën, pishim kafe, rishim. Është e bukur kja. Edhe më thëtë, më thëtë, ati kush më ka marrë në telefon, marrë thëtë. Ka marrë i thamon. Më ka marrë profesori e, marrë thëtë që ka marrë u shkollën, Haki Katroshi, trompisti, tromboni, në radios televizionit. Haki Katroshi. Po qa? Thuj i thëtë ati qunit radio frapë në festival të radios. Qa festival radio më e marrë thëmë, për të zëtë rësikë në festival të radios onë. Kështu më ka marrë thëtë, më ka thonë, më shku. Festivalin e këngës në të shkë. Festivali i këngës në të shkë. Madhi, farë. I madhi më këtë që është sot, si këtë. 64-një. Logaritë, 19 kam kënë, sa vite i gjenë. Mbi 20. Ka të më shkajon aty, ko nanë, të ninë, luan zhegli, e në këndak silë, ka spantusi, që në në rëgranëzia, le aspia, i ka smet modlaj, Spartak Tili, tanë mërë burta, Emrat më të mëdhej. ramat më të muzikës, ma. Unë aty, i shkajete aty. O, hajde, më thëjnë mu, ti e i quni që kanë nga Shkodra, po i thamon, shumë një të dajde. E që kënë të ti? Po më kam popullore, të për i fje kështë në manë edhe. E, mirë thët, edhe, mirë thët, në këtë në i kanë thët popullore, unë e kësha pa në televizor, e i thamon, më falë, thëm, maestra Ferdinand Deda, po, thët qërë të jam thët, falim dhe, i qeshën, i shkelqyshën, burë zëtë një, edhe filla në hasët, e thëmë, mama i sëllë, thëmë, i qëk të më të 2-4, të kanë shkodë rame, e filla e unë, ato në seta, kam falë, e tjerë. Zatë burë, e fitova në të konkursë, në trasin televizion, shkova të nova aty, kishe krak. Kishe i krak ka që të fortën aty, sa që e vetë nuk fillot e provat, pa fillu unë provat me marrë unë i pari. Jo një funë, ishe i vogël me burë,
Unë më marru i pari, ma neja, kisha kra bashkë me Libalin, nuk më shote 1 minutë kërë, absolutisht më shote. Dola unë festival, natën e parë, me këngën aty, si ka pasën, Arqile Pilkati, me tekst Rushdi Goles, dhe me shkëm bukën prodhojmë. E këtë më natën e parë, nuk vime më në të tret, ka që ishte, ma ne filloj aktivitetet. Tjera pasaj. Bujar, të kam betur pen që u shkëpute shumë Po se të vllaznia të sportit. Kam betur se e nisë dhe u shkëpute muzikën. Gazi, ka që më kam e peng, sa që nështë anë ty, po me të thonë një fjali tash, që kam frikë se nuk ma besat. Si unë një tash më thonë dikush, a dalim e kënojmë një aty e bëjmë i film muzike e knashna, apo të me shumë i lutë futbol. Unë i kuj nas futbol. E këtham me shpirt, nuk e tham shumë e kalu radhën. Ta thamë me tanë forcën e shpirtit që kam. Unë i tash shkajta, unë vllaznin e kam shpirt, unë vllaznin e kam zemër, e kam, si e thonë nglej, e kam gjanë. Unë për vllaznin jam i vetmi kamtar që kam bërë 4 këngë për vllaznin kampion. 4 këngë i kam bërë vllaznis unë. E vë çdo këngë që fillon me këtë këngë plot melodi, Bujar Qamili po të këndon. Marrë shatë keqen me vllazni, Shkodra jonë si mjetë kampion. A kom thënë, dhe e kam njekë vllaznin çdo qytet. Jashtë rrethit. Ma shumë e kam njekë jashtë, se sa e kam njekë në Shkodër. Si ndjehet Bujar Qamili kur vllaznia del kampion, por edhe kur rëshket nga katëve Superliga? Ta shëmë, thanë të redhen kur ka rëshit atë nga Superliga e ka kënë krejt e pa besueshme, se ka besu asnjë njeri, në faktikisht e na u duk të andër se s'ka mund si një qytet i tanë që jeton me atë, se Shkodër me muzikën e me sportin jeton. A kupton? Një qytet i tanë, me tanë atë kërri, tanë atë gjanga, tanë atë që ka, me hera për kategorijet, s'pa vakikor, s'kështë pa vakikor asëherë. Po ja që nolli. I nolli o Tiranës. Të bëj një pyetje, është pak tes kjo pyetje. Do ketë vllaznia një ndeshje shumë të rëndësishme dhe don Bujar Qamilin të këndojë një nga këngët që i ke kushtruar vllazni stadium. Ndërkohë që në të njëjtën ditë ke edhe një koncert në shtet jashtë diasporë publikun. Do të thonë kanë dëshirë të kenë domethënë. Është pak ja, nëse bëhet fjalë për shembull për një pagesë. Nëse më dalë këtu ti. Për një pagesë shumë të madhe, që mund të më jepet atë koncert, do të më shënë do më shkues me familjen. A kupton? Po çose thotë që më hall për çef. Këtu, a do më shku për çef atë në asnjë kur në botë. Do zgjesh vllazni. Vllazni, çfarë shoh. Ka kënduar ndonjëherë Bujar Qamili ndonjë qoftë familjar, qoftë për miqësi, pa pagesë? Ua, kush e di sa herë? Kush e di sa herë? Pa kena martuar dhe shok. Ju kena shkuar shok bëmisve. Kena pas për shembull sponsorat që unë kam pas në koncert, për shembull më kanë thirrë për një rast anë gjaka, kam shkuar kam dhe s'ka problem. Edhe kështu që ka pas shumë raste. Ndryshe nga të tjerët këngëtarë brezit tuaj, ti ke sjellë risi në muzikën popullore shqiptare, edhe në bashkëpunime. Nuk po them, unë po them bashkëpunime artjorën janë të përhershme, që është këngëtare popullore, po them e këngëtarë që nuk janë të zhanrit popullor. Do ndalesha tek 2 bashkëpunimet me Luana Vjollca dhe Mateo Sfroko. Që janë këngëtarë, në kuptimin e fjalës, po që morën nimën e Bujarit. Thuaj tamam. Po pra këtë po duhet ta duhet. Po nëse, edhe kjo është gjë e mirë. Tash po të shpjegoj të dyja. Shumë shpejt. Me merrën telefon, që kujtoshë si janë, më thanë drejtë, orda, e thëmë, ka nej dashën, jam thëmë, ma ne u kujtova, thash aj bukuroshe, e simpatike, e kërë. Tha, du me takuar, ne këthej, thashë, po në me takuar, erdhëm në Tiranë, në takova në Tiranë, edhe me qëjnë një drek. Më qëjnë një drek, të një lokal shumë i burë, aty në më peshku, knash, me pi me vend, tu bo ma bet, e tjere. Se kështë takuar asnjëherë? Asnjëherë. Edhe më thëtë, mu thëtë, du me ba thëtë, i duhet me ty. I të mon, duhet me mu. Do kort me duhet me mu, po, kusha ka kompozu kangën, kuj ka kanë, se më ndonë shumë se aja e kishtë të qëllimin këtë të tërkun. I të thëmë, kusha ka ba kangën e, kusha shumë, jo tha kangën se ka ba kërë, kushta, po kangë ashtë e jotja. Kangën teme, thashën me përsërit, me ba thësh 2 herë, po, tha. Po, është pa mirë, me thash, pa për cilë kangë e ke fjallin ti? Tha, mi dhe flak mallit tim. Me pa, unë i kam bërë një realizim shumë bukur asaj, që e kam vedi, a kupton. Nga hitet. Nga hitet. Repertorit tënë. Po, filloj,
Po, ne du me bëhe, ti më thuj mu qatë dytërime, dhe qatë, jam me tash shumë dytërime, tash me bësu po, thash, a bëhet tash për qef, si bëhet për qef. Jo, thë, do e bëjmë, thë, ne e këne ram bëmë, po për zotën e tanë drejtën e shpirtit, ma mosh i menën. Në gjoj i thashëm, unë i kam thamë në të mikës, në gjoj i thashë, ti bane kongeni që zë e kënoje, shkoj orkestroje. Ma bja thash mu të orkestrunë, që ose unë thash, nuk jam i knaqën, atë që ti ke ba, ta shok thash mesin prapa, unë nuk e bajnë. E bani në fakt një djalë në Kosovë, një djalë i rinë Kosovë, shumë i talentum. Kër e kam pru kanga, ma kam pru kanga, e kam në gju, kam met, pjerë se kunisht i knaqën. E i kam thënë, pa e bajnë, sepse temjat e qashtë, për shumë, nuk e bani kangën se ishte i kangtare, ose do të me dale mu pa kangtare. E bani kangën, ma të e për sportivitet. Kopet bane i duhet me Bujar Shamilin, kanga është e bukur, po faktikisht kanga ka shku 22-3 milion klikime. Mori në gjithë të klikime. është nërkong më të arritshme. E tjere. Kam marrëdhënie jashtëzakonisht mira me të. Përgjigjet në telefon sa herë që e marr, sa herë që më marr. Kur ka aktivitetet, koncertet e saj që i ka pas të gjitha këtu në Tiranë. Pra këngën e kanë dhënë bashkë në aktivitete? Këngën po, kena kënu këngën, aktivitete kena kënu këngën. Ja kemi kënu edhe atje në videoklip, kemi bajë videoklip të thjesht, po shumë bukur, që na doli këtë paprit nëse bame. Ishim nisë për diçka tjetër, u fut me të lokal, pa me një 40 vetë tanë, 3 tuk nu e tuk sy, a futën e bajmë i tu, u fut me atë, ata hek gjaketat e këmishat, na tuk nu, kjo tuk nu, u ba klipi. Skrive se ba me hismo. Dhe shkëll, a shi vite do me qadra, do pa qadra. Unë i bukur se ti marrë këti sa kun një mjeshtër. Edhe nuk e lutë me hiqë, që kishe me nuna, pa hypin për një hurë, pa dale ma këne, shëtit hajde këne, unë pa afrojmë kështu. Hyqë ma qashti këtu ma kalla blek. Futu ma i tu. Futu ma. A për me këtu i kanë, ma t'jene, ti thonë ma Bujar Shamil, Bujar Shamil për disë. Futu atë, futu. O kërë i kanë. Mateosin. Për Mateosin një rrallë parë, do të thëmë diçka që jashtë në djemët, ma ekzemplar që mund të kem njoftu në jetën teme. Edhe shkëngtar. Edhe mu ai më tharet me një batut që mu më knaq shkret. Përveç se më thët bac. Më thët, pa pra marrë burë, thët, që djallin i këtu në Tiranë të ke. Djallin tjetër, thët, në Tiranë e ke, ka fjallën për vetën. Djallin tjetër, thët, në Tiranë e ke, thët, që më thuj qa këna me ba. Mateosin kam ba, duetin edhe Mateosin kur më ka thirë, ta më trejtet shumë i sinqert me kanë me lu, me gjithë, unë asë se kam njohët, asë se kam një në jenë jetë tëve. Kur më ka thonë, kam du me bajt duet me ty, kam thonë, po bojmë ma duetin, mëse kesh praktike e me a fillë, ku ke knu ose ku kënën marë burë, me dita, ke bëne i konga, gjënë, jo, ma shua, ne, konga është e bukur e mirë, ma lisë kongën të anë, kam hynë studio, kam një gju kongën me të paren, kam në gjuhë, kam nale, kam thonë, ma e tekstit. E kam mësu një aty, bim, kam hinë në studio, e kam regjistru, e kam hru. Hajde shife sët, ku ka shkuja. Kënga, po. A bëhet nostalgjik Bujar Shamili? Unë do të ndaresha pak tek kësa spektakle, që në fakt është një këngë shumë e përqyër, ne përmendëm shumë këngë, po unë jam ka jo kënga A Pranvera, ka qenë vitin 95, 12 në Hollywood. Sa po doli kënga, ndoshta ti këndoja Shkodrane, po kjo këngë të dha një hof të madh. Pranvera ka qenë këngët më të arritshme të mia në të gjitha këto këngë. Po patjetër. Sa dhe flak malli tim ka dalë shumë vonë. Mos u largo që janë hitet e mia, ka dalë shumë vonë. Taksirat që më ka dhënë mu shumë vonë. Shumë këngë tjera sa kam unë aty. Por kjo A Pranvera ka qenë një nga këngë që unë s'kam guxu me dalë nështë as prej dasmet, as prej koncertit, paknu. A kanë këtë e pa mujtur. Kër e kam ekzekutu publikisht të 12 në Hollywood, atyre ne e kam marrë namin. A këngë është kënduar më përpara? A kënoshën më përpara. Në për aktivitete? Aktivitete, gjana. A ne edhe. Majnë men një dialog mes mejet Vera Grabowskës, edhe se memorin e kam shumë fort, Suzana Gashi. Qoj këngën unë, A Pranvera, po e kisha këtu unë këtë këngë, njësit e dishin. Shko një këngëtar tjetër, se di për ka ishte Elbasana, se më duhet këngën, edhe që në ojë këtë këngën i thëtë A Pranvera.
Edhe vjen Suzi, vjen me të dyja këngë dorë, unë isha aty me verën. Edhe thot Vera, morë këngën e Bujarit? Po më thot Verë, thot, më këngën e Bujarit, thot, unë e mora. Po e ka pru, thot, edhe një tjetër. Po më thot ti, thot, nuk e thot një fjesori, thot, që më përmend, thot, si të Vera. Fjesori që më përmend, mu thot, e ka ardhur i tjetër, i që ma qitë jashtë fare, qitë jashtë, thot, me vend ti mund diskutim Bujarin, thot, Bujarin, unë pranë Verën, Bujarin. E pa tak mua aty, pa të bin salla, doli burë. A e këndon akoma, e kërkojnë? Pranë Verën? E kërkojnë? Pranë Verën. Unë jam, nuk e di jam mund ta shpreh, unë jam sonte edhe në një darkë festive te Patjetër mund ta shpreh. kompania Erosik e Kadri Morinës. Edhe jam shumë i bindur që sa të futem brenda atij, kur të takoj, gjaja po që kam më thënë, ma këndon atë këngën teme, pranë Vera. Mirë, po unë do të kërkoj, e këndon para këtu një moment? Por, ma miri që mos t'ishim pa, ka një dashni janë ty, mle të shkretin fukara, si t'ja bajt se di, mle të shkretin fukara, si t'ja bajt se di, a pran vera, zoti moj të bekoft, a pran vera, em një gaz mos t'u haroft. Faleminderit shumë, ju shumë nga i si. Ujar, kur gjej zërin tani, s'ka ndryshuar fare. Do të thonë 46 vite dhe zëri është elementi kryesor, kuptohet, përveç performancës i gjë. Ti ke zërin si? Pa mirë, marshallah. Bon tretin? Pa tjetër. Alkola, absolutisht. Alkohol jo. Absolutisht. Duan, absolutisht. Asnjëherë nuk e pira po? Kur në jetë teme. Edhe pse kam punu në fabrikë cigares. Ashtu? 17 vjet kam punu aty kur i herë se kam pi. Më thanë, janë të dy gjanet ma kryesore të një këngëtari. Pastaj janë rrujtja vokalit. Cila është rrujtja vokalit? Ka këngëtarë që munden me kënu shumë mirë në sol, ose la, ma rakoj të june me kënu në re, do në mi për me përtit shumë. A që këno në re, në mi, janë tipe, janë karaktere, si që Gzim Nika, a komptona karaktere, nuk mundet e me kënu në fa, ose në një akord tjetër. A e ka timbrin në zanit pushk, ky miku jem tjetër, Zev Beka, Fatmira Preçani. Karakter veriut. Janë karakteret veriut që dallohen se kënojnë naltë. Po nuk ke nevojë, pra kja është edhe ti e këngëtar popullor, e do me kënu në akord tëne. Po ti të kënu në akord tëne ti prish kordet. I prish. Prandaj ta duhet rrit shumë, se kordet kryesore janë të zanit. I ke bureti se kordet gjithmonë, unë e kam nga një mjek jemi, kështu, si e kam simpatizant temin. Kordet më thote Bujar, duhet më rrujt. Pse ruhen, thote, se janë kasi delikate, thote, sa që a ke vure, thote, ku qosh për gjumit? Po, ku qosh për gjumit, nuk qosh me këtë zatë që ke për shumë në misdit. Po qosh me i zanë, pse? Ala kordet nuk janë zhvillu kordet. Kur zhvillojnë kordet të gjatë ditës, ty të hapet vokalit, hapet zane e autiron. A ke plan të një tjetër koncert të tetin recital? Po, mas një koncerti famos, do ta quja unë, që i mana në Shkodër, me tanat milet, me gjithat kalablaj. Po ta tregoje pse nuk u bën stadium. Po ta tregoj. Se më thej që do ta. Ishte një dëshirë jashtëzakonisht e madhe e kryetarit bashkisë ata e imja, që ta jepje një koncert në stadiumin Zoro Boriqi për herë të parë. Plani aty ishte. Për herë të parë në qytetin e Shkodrës do të ishte faqja ballore e saj, do ishte në dispozicion të publikut shkodran, gjithë publiku shkodran. Edhe u shpërdan jashtëzakonisht shumë ftesa, u shpërdan gati 6.000 ftesa, llogariti 6.000 ftesa në për familje, me ka 3 vetë, sa vetë mund vishin në stadium, e tjere. Mirë po, masine e shpallën kështu, këto drejtuesit e Vllaznis, thanë që nuk lejohet, për arsye se është me urdhët e federatës, që nuk lejohet me hi kusht në stadium, qoftë me matë koncert, qoftë me hinë fush, një muj para ndeshjeve Champions. Ishin ndeshjet e Champions. Atëherë, në gjithat lajmërim që e bame, prapë bame njoftimin tjetër, që koncerti nuk do bëhet në stadium, nuk do bëhet në stadium, po do bëhet para sheshit bashkisë, kret të grandi hoteli Lulishta,
Pedonalia, u shma burë. Pa pamjet, plot menja ka... Pas këtij koncerti, çfarë plani ke, më thonë se po përmendje? Po, unë planin e kam tash, unë e kam një dëshirë jashtëzakonisht madhe më burë. Ku di më pëlqen ai pallati kongreseve. E kam qef. Edhe të shkon. Kam një dëshirë të madhe sepse e meritoj. Por thënë e meritoj, sa thëmë për murje, por e thëmë me të vërtet me pasartit më të madhe. Duhet bëj një film televiziv, një cikël televiziv, timin. Po. Portreti Bujar Shamili. Disa puntata do të jetë. No. Mendon, apo vetëm një? Një orë filmim, si që ka ba Zila Miloti, si që ka ba... Okej. Nuk e di kush tjetër në Shkodër e kanë ba, e kanë ba Saba Bizi, e kanë ba Osman Mule, e kanë ba aty, dhe du me ba një qka, me i tekst, këtë thjesht, ku kam linë, ku jam rrit, si kam ec, ku kam shku, i këtu ka kene para, këtu ka kene dyta, këtu e 15, këtu jam dekoru, këtu sem dekoru. Ti varg të bukur tekstit, në një orë program, e o dëshira është me allon rretëshës. Është televizioni që, më thënë... A televizioni që ka, dhe rretëshëja ka një diçkat mirë, që unë e shoh gati për natë. Ka një stacion, rretëtreshin duhet është, vetëm koncertet recitalit Bujar Shamilit, Artyora Toskës, duhet sa treshi. Po, që ndiqet më shumë edhe për diasporën. Që ndiqet në diasporën, ndiqet më i vërë. A që unë i këtë, duhet bëha, se si duhet bëhen, se si duhet diskutohet, ja. Dhe alën kos. Ku do këndoj Bujar Shamili për natën e ndërimit të viteve? Natën e ndërimit të viteve, unë po të tregoj tash ty shumë shpejt. Nesër në drek jam në Athinë. Të kthejmë nga Athina, do iku për në Milano. Me datën 25, unë do t'jem në Modena. Mas Modenës 26 do t'jem në Brescia, 27 jam në Bergamo, 28 në kam pushim, 29 ashtë në Milano, 30 në kam pushim, dhe me 31 në mjes utoj për në Londër, edhe 100 në Londër, me 2 do kthehem, me 3 jam në Asti, në Itali pra. Ka gjendë në gjeshur. A mban kur po marrën gas. Të lodhen udhëtimet? Pa të lodhen, në kështu Apo shkënaqësi? Dhe si mësu jam, po me hype zbrejtë për aeroplana, apo aeroplani si me kënë shpi. Tani, së fundi një urim, Po. gjithë fansa për vitin e ri. Po me uj. Hajtë ma me uj, edhe uj. Edhe uj. Pa të gota, se... Atër të dashur miqë të Bujar Shamilit. Isha son të iftuam tek miku jem Gazi, gazetar simpatik dhe tepër profesionist, ju uroj që podcastit i të jetë marrë mirë, sepse e meriton, dhe në përmjet kamerave të një. Duhet ju uroj, natën e vitit ri, ta kaloni gëzuar me familjet tuaja, jetë një fillim i vitit, inshallah o Zot me bereqet, dhe me me shnet, ma ne me bereqet. Gëzuar nga Bujar Shamili. Gëzuar vitin e ri, gëzuar qofshit, gjithë shqiptarët, ku do që jeni. Shumë kënaqësi që të kisha të ftuar, unë të rojtë keni shëndet në radhë parë dhe kënof shpirti, du më tonë zemra dhe në kënaqësh edhe për shumë vite. Ishte nderë, kënaqësi dhe do të arruaj si ndër intervistat dhe bisedat, intervista e parë që bëj me kamera, por që për mua personalisht dhe më thonë ke një merit speciale, një vlerë të jashtëzakonshme, kështu që krenar që të kam mik, të adhuroj për që muzikën tënde dhe shpresoj që të ndjek sërish, duhet të në këto. Dhe e fundit këtë, duhet të thëmë atë që mos më kurse. Sa herë që të kesh dëshirë për Bujar Shamilin, ndjem shumë i përverit. ke gati. Miq gëzuar, qoftë një vit i marrë 2026, me shëndet, mirësi, begati, familjet tuaja dhe ne patjetër do të sillim sërish episode interesante, por me vlera, me artistë që kanë vlera artistike, muzikore, skenike, në fakt që janë ata që na gëzojnë ne, gëzojnë këdo, por edhe e ruajnë vlerën e vërtetë të traditës shqiptare, të saj kulture që kemi të gjithanshme në çdo tretër Shqipërisë. Gëzuar dhe një vit i mbar 2026.